Përshëndetje njerëz të dashur, uroj që jeni duke kaluar mirë, jeni duke shijuar edhe borën edhe dimrin. Ju që jeni këtu në Zvicër dhe ju të tjerët kudo qofshi, uroj që jeni duke kaluar një të diel të mirë. Çka desha më thonë është kjo. Ndoshta edhe ti po e vërin veten që je shumë i lodhur dhe nuk e din se çfarë ke dhe pse. Unë e thom sot, në kohët e sotme, nuk është duke i lodh njerëzit vetëm puna, ajo puna fizike, por është duke na lodhur më shumë pra ajo bombardimi me informacionet të ndryshme, me postime të ndryshme, që është jashtëzakonisht e tepruar për trurin ton. Sot, nëse nuk jemi të kujdesshëm dhe nuk dim se si t'i japim vetes pushim, sinqerisht po ju them, për sistemin tonë nervor është një kohë shumë e rëndë dhe jashtëzakonisht e lodhshme, sepse pra jemi të ngarkuar dhe të bombarduar me informacione të ndryshme. Kur e them për informacione, nuk e kam fjalën vetëm për të mësuar gjëra të reja, po thjesht duke ndëgjuar video dhe postime të ndryshme që të gjitha këto postime shkojnë në favorin e këtyre njerëzve, pra në përfitimet e këtyre. Pra sot jemi të bombarduar pra me mënyrën se duke na thonë se si duhet me jetu, duke na treguar se si duhet me vepru, duke na treguar se si duhet ushqihim, duke na treguar se si duhet lëvizim, duke na treguar se si duhet punojmë me veten, me botën e jashtëm edhe me shumë gjëra tjera. Mos harroni, sepse ne jemi qenie njerëzore, natyrisht, por ne jemi të rrethuar nga një fushë energjike. Dhe nëse ne nuk dim ta menaxhojmë këtë fushën tonë, pra kjo jashtëzakonisht është e pashëndetshme për trupin tonë. Ndoshta në këtë rast këtu tani i bie se edhe unë po e bëj të njëjtën gjë. Por nëse ne marrim informacionet me vedije, ka dallim shumë të madh nga ajo kur e marrim informacionin në mënyrë të pavedishme, sepse kur e bojmë me vedije, ajo nuk na lodh, po sa gjëra gjatë ditës ne i bëjmë në mënyrë komplet të pavedishme, vetëm se mendojmë se duhet me vepru ashtu. Sa ndoshta nuk hajmë apo nuk e konsumojmë atë që vërtet e duam nga frika, sepse kemi marrë informacionet se nuk bën të hash, nuk bën të konsumosh. Sa për shembull e detyrojmë veten me vepru diçka ose me bo diçka prap, sepse kemi marrë informacionet se duhet ashtu me vepru, duhet ashtu të lëvizi, sepse përndryshe nuk do ta kemi jetë të shëndetshme. Sa për shembull e detyrojmë veten me bo këtë gjë, atë gjë, dhe kjo neve na bën të shkputemi edhe më shumë nga vetja jonë. Sepse në këtë mënyrë kur ne jemi duke marrë non-stop informacione, jemi duke hyrë më shumë në frekuencat e frikës dhe të mungesës, sepse sa herë që marrim informacione dhe nuk jemi të vetëdijshme për këto, ne mendojmë se duhet me vepru ashtu në mënyrë të pavetëdijshme, pra vibrojmë frikë edhe mungesë, pra energjia e jon, fusha elektromagnetike, fusha energjetike e jona është e prekur, sepse jemi duke marrë diçka, jemi duke konsumu diçka në mënyrë të pavetëdijshme. Çka do me thonë pra kjo? Në vend që krejt kohën të marrësh informacione, edhe të shiqosh diçka që nuk është në harmoni me ty, edhe nuk e kupton se si po reagon ai postema, po ai informacion në mendimet e tua dhe në ndjenjat e tua dhe në veten tënde, të vërtet ti pra në këtë mënyrë po e sulmon energjin tënde, fushën tënde energjetike. Fusha jon energjetike, pra kjo energji që secili prej ne e ka, në fakt na është dhonë për me kriju, jo për me kriju frika.
nga strukturat e ndryshme, por kjo fush energjetike i është dhënë çdo njeriut për me kriju në mënyrën e vet. Pra, kur na dim ta mbrojmë veten nga postime të ndryshme, nga informacione të ndryshme, pra në vend që të udhhiqemi nga informacionet, nga video të ndryshme, nga udhëzime të ndryshme, pse mos ndalem njëherë me u fokusu tek vetja jonë, me u vedisu për këtë fushën tonë, pra për këtë fushën energjetike që e ka secili. Edhe thjesht më ndal edhe me pyet veten, hey, çka po du unë? Me u lidh me veten ma shumë. Jo me shiqu edhe me kërku non-stop informacione se çka është e mirë për mu. Ju garantoj, asnjë njeri mbi këtë tokë, asnjë mjek, asnjë psikolog, asnjë nutricionist, askush mbi këtë tokë nuk mundet me ditë më mirë se sa ti vetë se çka don dhe për çka ke nevojë, për çka ka nevojë shpirti yt, për çka ka nevojë trupi yt, për çka ka nevojë mendja jote. Dhe çka e ndjen ti për momentin me bo. Pra, kjo është arsyeja pse shumë njerëz në kohët e sotme ndihen tepër të lodhur, sepse jemi të mbi ngarkuar pra me informacione të ndryshme. Dhe unë ta garantoj ty, sepse të njëjtën gjë e bëj edhe unë, dhe unë kur flas gjithmonë vetëm nga ajo që e kam provu vetë. Pra, mundohu edhe vetisohu edhe thuaj vetes, provoje njëherë, vetëm të paktën për 2 ose 3 ditë. Vetëm dëgjoje veten tonë, lidhu me trupin tonë, dëgjoje mendjen tonë, sidomos në dëgjoje intuitën tonë, çka po don, për çka ke nevojë tani për momentin. A ke nevojë për ushqim të mjaftueshëm? A ke nevojë për lëvizje të mjaftueshme? A ke nevojë për punë? A ke nevojë për pushim? A ke nevojë për një shkputje totale nga njerëzit? A ke nevojë për një udhëtim ndoshta diku tjetër, apo për çka ke nevojë? Sepse gjitha pyetjet dhe gjitha përgjigjet ekzistojnë brenda teje, por është pra vetëm frika, sepse na sot devijohemi në mënyra të jashtëzakonshme. Vepro kështu, ha kështu, pik kështu, flaj kështu, pusho kështu, puno kështu, pra gjithmonë në kontroll të jetës. Dhe kur na mundohemi me kontrollu jetën në gjitha aspektet, na jemi jashtëzakonisht të raskapitur. Sepse jeta nuk është kontroll. Na duhet me mësu pra thjesht vetëm si me rije, dhe keni pa uji në përlumenj, uji nuk merr informacione, uji rjedh me ashtu me ciklin e vet, në ritmin e vet, në të njëjtën mënyrë duhet edhe ne. Pra që kjo është një arsye jashtëzakonisht e madhe, sepse e di që shumë pak njerëz flasin për këtë ose s'flet askush hiç. Pra lodhja më e madhe është, ndoshta nuk është vetëm depresioni, ose nuk është vetëm frika, por është kjo jeta e sotme, kinse moderne që i thojmë na, digitalizimi, pra teknologjia e jashtëzakonisht e tepër që na thot veproni kështu, bëni kështu, hani kështu, pini ashtu. Dhe kjo na shkëput nga vetja jone vërtet. Provoje të paktën për 2 ose 3 ditë, thjesht dëgjoje veten çka po don ti për momentin, dhe nëse vepron ti në atë mënyrë në bazë të dëshirës tënde, ta garantoj me gjithçka se nuk do të jesh i lodhur dhe do të ndihesh për 50% më mirë, sepse vetëm ti pra e din se çfarë ke nevojë për veten tënde dhe askush tjetër hiç. Provoje pra.